partite non abbiamo Është mirë diafragma.
demokrate, të Unazës, të Astirit, të Zverishtit, mirë mbrëma! Mirë mbrëma, doktor Berisha! Mirë se erdhët në njësin 14 që ashtu si që mund të shihni mezi u prisnin. Dhe ju i palodhur si gjithmonë nuk nguroni t'i përgjigjeni thirrjeve të shqiptarve për t'ju dhequr ata drejt ditëve më të mira, për t'ju dhequr ata drejt Shqipërisë madhështore. Ndjej dy fish përgjegjësi sot në moderimin e këtij takimi, jo thjesht si një banore kësaj njësie, por edhe sepse në këtë njësi, më shumë se kudo në Tiranë, në këtë qeveri qytetarët tregojnë vetëm histori vuajtjesh. Nga shtëpitë e shembura për shkak të projekteve korruptive e deri tek dhuna policore për të vazhduar mëtej tek talljet e qeverisë me shkollat e pandërtuara akoma. Tani, zonja dhe zotrin, përpara se të vazhdojmë me folësit e këtij takimi, ju ftoj të nderojmë të bukurin himn kombëtar. Dua të ftoj një qëndrestar, zotin Gzim Sadika, i cili do të na flasë për çështjen e Unazës, ose si që themi ne Daja Gzim. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë kam marrë për të lexuar i cop letër, po tani s'kam letër për të lexuar. Duhet falenderoj doktor Berishën që e bëri Shqipërinë me opozit. Mirëmbrëma qytetar të njësisë 14 dhe banor të Unazës qeveristar. Mirëmbrëma kandidat, mirëmbrëma i dashur Klevis, mirëmbrëma kryeministër Doktor Sali Berisha. Para se të mbaj ato fjalët e vujtjeve të banorëve të Unazës së Re për një projekt që ne nuk e dishim, por shikonja të dashur qytetar, se saj ka zgjidh problemet e qytetarve. Ju mori pronat me dhunë, ky pushtet i korruptum, këto drogagji, dhe sot shikonja trafiku në Astir. Erdhen dy vëllezër nga Ballakastra dhe bën një biznes këtu, dhe i vunë emrin Astir, dhe Edi Rama 12 vjet nuk mund ka bën një shkollë në njësin 14 në Unazë së Re. Prandaj, unë nuk do zgjatëm shumë se kam shumë për të folë, po ajo dhunë që ja përdor banorëve të Unazës së Re, të gjithë i kemi me të shënuar. Kjo është policia e pushtetit. Doktor Berisha, policia duhet jetë e shtetit shqiptar, jo këtyre patenazhistëve. Unë ju bëj thirrje. Ka pas me qindra dhunime, e dini shumë mirë të gjithë ju, ka ardhur policia e veshme me uniformen që pagujnë taksat për të rujt, kurse bandat kanë në oborrin e tyre makina blindume, kurse ne mbroshim, qa mbroshim? Mbroshim shtëpia tona, nuk ishim kundër projektit, ne doshim dëm shpërblim.
Dhe unë duke pas një besim plot të profesor doktor Sali Berisha, që fjallën që jep, kur nuk e ka lënë rrugve, por e ka mbajtur. Dhe ne... Dhe ne i kërkojmë me marrjen e pushtetit kompensim plot atyre banorve që pa drejtësisht ju mërë prona. Dhe ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve, votoni njëshin, votoni shpresen, votoni të armën e fëmijëve tuaj. Falënderit gjithëve. Arsimi nuk është vetëm plag e gjithë Shqipërisë, por veçanërisht është një plag e kësaj njësie. Dhe për të folur për çështjen e arsimit, kam kënaqësinë t'i jap fjalën mësueses zonjës Adelina Azizaj. Të nderuar mbështetës të Partisë Demokratike, të nderuar qendrestar të zonës së Astirit dhe të Unazës së Re, të nderuar kandidat për deputet të Partisë Demokratike, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, doktor profesor Sali Berisha. Mirë se erdhët mes nesh. Unë quhem Adelina Azizaj dhe jam këtu si mbështetëse e Partisë Demokratike dhe si banore e zonës së Astirit dhe Unazës së Re. Dua të ndaj disa shqetësime që prekin drejt për drejt komunitetin ton. Astiri është një zonë që rritet çdo ditë me familje të reja, po fatkeqësisht nuk kanë ndjekur të njëjtin ritëm zhvillimi edhe në arsim. Fëmijët tanë përballen çdo ditë me mungesë shkollash publike dhe me klasa të mbi populluara. Udhëtojnë çdo ditë me kilometra të tëra për të shkuar në shkolla në zona të tjera. Shpesh pas siguri dhe në kushte jo të përshtatshme për ardhmërinë e tyre. Shkollat nuk ofrojnë hapësira për sport, teknologji dhe aktivitete krijuese. Kemi mësues të shkëlqyer, por të pavlerësuar dhe të intimiduar nga ky pushtet i Edi Ramës. Jo pak herë përballen me kërcënime për vendin e punës, sepse duan më tepër dinjitetin e tyre se sa afërsinë me pushtetin. Ajo që rëndon më shumë situatën në arsim është fakti që shumë prej drejtuesve të institucioneve arsimore kanë vite të tëra në drejtim pa sjellë asnjë risi për komunitetin. Shpesh ata ndihen të detyruar të përgjigjen kërkesave të pushtetit sesa të shërbejnë komunitetit dhe fëmijëve tanë. Ne kemi nevojë për ndryshim. Ndaj me respektin më të thellë për gjithë kandidatët dhe kryetarin e Partisë Demokratike, dua t'i drejtoj disa kërkesa që shpresoj të jenë edhe zëri juaj, i banorëve dhe i fëmijëve tuaj. E para, a do të ndërtohen shkolla të reja publike në Astir? Dhe kur do të ndërtohen ato? I duam sa më shpejt të shkolla që fëmijët tanë të mos dekdisen nga njëra zonë në tjetrën. Si do të siguroheni që mësuesit dhe drejtuesit të përzgjidhen mbi bazë meritokracie dhe jo mbi bindje politike? Cilat janë planet konkrete të Partisë Demokratike për modernizimin e shkollave me laborator digital dhe teknologji moderne?
me hapësira ambiente sportive dhe krijuese për fëmijët tanë. Dhe më e rëndësishmja, si do ta bëni arsimin një përparësi reale dhe jo vetëm një premtim elektoral. Unë kam bindjen e plot që kandidatët e Partisë Demokratike do t'i kenë prioritet kërkesat tona dhe do t'i mëshojnë me forcë deri në realizimin e tyre. Zgjidhjet janë të mundshme. Vullneti politik bën diferencën dhe Partia Demokratike e ka këtë vullnet dhe bashkë me Sali Berishën ju ftoj të gjithëve të bëhemi bashkë dhe të votojmë numrin 1 të mbështesim Partinë Demokratike për një Shqipëri madhështore, fitore. Shumë faleminderit zonja Azizaj. Tani, përpara se t'i jap fjalën folësit të radhës, dua të bëjmë dije se ne sot kemi mes nesh dhe një artist, kemi një këngëtar shumë të dashur për gjithë shqiptarët, zotin Arkimet Lushaj, ose siç i themi të gjithëve Stresi. Të falenderojmë shumë Stres për gjithë mbështetjen që na ke dhënë dhe vazhdon që na japësh. Tani, kam kënaqësinë t'i jap fjalën drejtuesit politik, zotit Klevis Balliu. Përshëndetje Njisha! Përshëndetje i dashur Eduard Rexha, kryetari Degës 16, të nderuar kandidat Grigel Smuçllari dhe Jonathan Pano, i dashur Njishi muzikës Stresi, i nderuar profesor doktor kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, të dashur qytetarë njësisë 14, qendrestar të banorëve të Unazës, të banorëve të Lanës. Kjo zonë është përfolur shumë në media. Kjo është një zonë e cila kujton një dhimbje dhe një sakrificë të jashtëzakonshme të qytetarëve, sakrificë të cilën nuk ka libër dhe dokumentar që mund ta tregoj dhe ta shpjegoj, sakrificën prej 420 ditë të përballjes qytetarëve me krimin e organizuar në pushtet, Edi Ramën, Erion Veliajn, Ilir Beqën dhe të gjithë ballukët që i shoqërojnë ata. Një vujtje e cila shkoi me afro 2000 arrestime ndaj qytetarëve, ndërkohë që bandat endeshin të lira në çdo cep të Shqipërisë. Po ashtu sot, kjo mafje për pallatet e Taulant Begojaris kërkon të devijoj Lumin Lana dhe të shkatroj shtëpiat e qytetarëve për pa i dhënë atyre asnjë cent dëm shpërblim, thjesht dhe vetëm vjedhin shtëpiat e qytetarëve për ndërtuar pallatet e pushtetarëve. Kjo njësi, njësia 14, është e vetmja njësi në Tiranë që nuk e ka asnjë çerdhe, asnjë kopësht, asnjë shkollë, asnjë lulishte, sepse qeveria aktuale e ka inat këtë njësi, e urren këtë njësi, se kjo njësi përfaqëson atë që kanë frikë ata, guximin e qytetarëve dhe përballjen pa kompromis me narkopushtetin. Të nderuar miq, ne sot, Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, ne vim me një program konkret. 2 fishimin e buxhetit në arsim, 2 fishimin e buxhetit në shëndetësi, ne vim me një plan konkret, 200 euro minimumin jetik, 500 euro rroga minimale, 1200 euro rroga mesatare, dhe vetmja gjë që thonë për programin ton është ku do i gjeni parat. Po kur ka para për të transformuar ballukun, pse s'ka para për transformuar Shqipërinë? Kur ka para për inceneratorët që nuk ekzistojnë, pse nuk ka para për pensionistët? Kur ka para për 30 milion euro 1 kilometër, pse nuk ka para për njerëzit ndihmë ekonomike?
Para ka, po parat mjaftojnë, mos shkojnë surrel. Shqipëria është një vend me probleme serioze dhe ka nevojë për njerëz serios që t'i zgjidhin ato. Njeri serios është një dhe vetëm politikën shqiptare, profesor doktor Sali Berisha. Ne vim me një program konkret, ata janë me tallava. Ne vim me zgjidhje për probleme që kanë shkuaktuar ata. Ndaj, të dashur miq, ju që jeni këtu, ata që na ndjekin, për të mbrojtur pronat tuaja, për të mbrojtur fëmijët tuaj, në 11 maj, voto Shqipërinë, voto numrin 1, voto Aleancën për Shqipërinë Madhështore, voto Sali Berishën, rrof Shqipëria, rrof shqiptarët. Tani, është momenti që të prezantoj 2 kandidatët e listës së koalicionit Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, që kemi sot këtu me ne. Zoti Jonathan Pano dhe zoti Grigel Smuçollari. Dhe ndërkohë që 2 kandidatët u ngjitën në skenë, është momenti t'i jap fjalën liderit Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha. Përshëndetjet më të përzemërta ju sjell ju, qytetarëve dhe qytetarëve të Astirit, të Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë, nga Kongresi i Partisë Popullore Europiane, në të cilin u fol për ju më shumë se për të gjithë të tjerët. Në Valencia, 2000 delegat që përfaqësonin 86 parti të qendrës djathtë, nga të cilat janë 14 kryeministra në Europë, votuan një zëri rezolutën në mbrojtje të votës suaj, votuar rezolutën në të cilën dënohej me ashpërsinë më të madhe Edi Rama, votuar rezolutën në të cilën i jepet mbështetja më fuqishme opozitës shqiptare dhe Partisë Demokratike. Ju jepet ju mbështetja më e madhe që keni patur ndonjëherë që nga themelimi i kësaj partie. Miq, qendresa juaj, angazhimi juaj, përmbysja që po i bëni narkodiktaturës, ka po jehon në Europë dhe në botë. Një përshëndetje kam unë
për drejtuesin politik të kësaj zone, për faqësuesit tuaj të ardhshëm në parlamentin shqiptar, pra zotin Klevis Balliu, zotrit Grigels Buçollari dhe zotin Pano, dy djem të shkëlqyer. Të dashur miq, është nder i madh të flasësh në këtë zonë, sepse këtu përgjegjësia qytetare, betejë qytetare me mafjen dhe krimin, guximi qytetar në këtë betejë shënoi rekorde europiane, rekorde të papara. Ndaj dhe unë jam sot këtu para jush për t'u garantuar ju, banorëve të Astirit, se në planin, në projektin e qeverisë ardhshme, adresimi me urgjencë i të gjitha problemeve të krijuara nga urrejtja që qeveria e Edi Ramës ka çfryrë ndaj kësaj zone, nga injorimi dhe bojkoti që i ka bërë, do t'jetë përparësi e madhe. Garanci për këtë janë do jenë deputet tuaj, kryetari i Partisë Demokratike tuaj, do t'jetë Sali Berisha. Ju që mbrojtët vlerat qytetare, mbrojtët banesat tuaja, ju do të keni infrastrukturën më moderne, arsimore, shëndetësore, rrugore dhe të gjithanshme. T'imagjinosh një zonë kaq të madhe, pas një kopsht, pas një çerdhe, do të thotë kesh urrejtje për fëmijët, dhe ai që urren fëmijët, ai është ligësi e të gjitha ligësive. Të lësh një territor kaq të gjerë, një popullat që shkon në 60.000 banor, pa shkollë, do të thotë të rresh fëmijët, shkollim në tyre, të ardhmen e tyre, do të thotë je i aftë për shumë krime, po Edi Rama nuk habit njeri. Sepse ai këtë qëndrim të dashur miq mban edhe ndaj atyre trive dhe trejave, burrave dhe grave, heroj të vërtet, që përballen me smundje të rënda në spitalin onkologjik dhe spitalet tjera të Shqipërisë, të cilët ministrat, drejtorët e tij i lanë pa ilaçe, ju vjedhin lekët e ilaçeve dhe i lënë në mëshirë të më të keqes smundjes
ju jap fjalën e nderit se kjo situatë dramatike do marrë fund brenda 100 ditëve të para. Nda 19 vjetë më parë, tek kundërshtonin ndërtim një rrugës kombit, ja u thash një fjalë atyre të hujve, se rrugën do të ndërtojmë qoftë dhe me vath, byllëzykt dhe stolit e grave tona. Atë rruga u ndërtua dhe ato nuk u preken. Po unë garantoj çdo të smur në këtë vend. Garantoj çdo të smur në këtë vend. Se nuk do të mungojnë kur në ilaçet për shtetin tuaj. Se dhe sikur të mos kishim, përsëri them atë që thash për rrugën, vath, stolit e grave do t'i shistim që ju të mjekoj, po s'ka nevoj të shesim as një stoli, as një vath, i kemi gjitha parat, por duhet të ketë shpirt, ai që u len ju pa ilaçe, ai që u len ju pa ilaçe, ai është, mund t'i vesh çdo epitet, po vetëm njeri nuk është. Ai që u len ju pa ilaçe, ai kryen krime kundër njerëzimit dhe është i aftë të bëjë gjithçka. Kështu që 3 muajt e parë merr fund ky kalvar dhe të shqiptarët do kenë të njëjtën listë ilaçesh që ka sot me rimbursim Republika Italiane. Po njeriu që shkelmon mbi fisnikri njerëzore, njeriu që shkelmon mbi bamirësinë njerëzore, mbi dhimbshuri njerëzore, është vite dritë larg nga njeriu i qytetruar. Ka vetëm formen, as gjët përbashkë me te. Miqtë e mi, unë dëgjova me interes mësuesën e nderuar këtu. E garantoj, atë dhe të gjithë prindërit e fëmijët, se arsimi do t'jetë përparësi absolute. Dhe se vendosja arsimit në përparësi absolute, rikthimi i tij në bashkosin, modernitet, kërkon para zgjithash vendosjen e mësueses dhe mësuesit në pjedestal. Rrog me tullë se 1.500 euro mësuesit nuk do të kenë. Jo, shkollat do të njohin shkallën më të thellë të digitalizimit. Paksimin e numrit të nxënësve në 20-25 nxënës në klasë. Heqjen e gjitha turneve në shkolla. Shkollat
do t'je një përparësi e madhe që përsëri të marrim rrugën drejt cilësisë, të ngjitemi në majat e cilësisë arsimit, si kushtit gjitha kushteve, që kombi të ketë taftën e tij, të zhvillohet dhe të begatoj. Miqtë e mi, në Valencia unë informova audiencën europiane se në 10 vite nga si pas statistikave të tyre, nga Shqipëria u larguën 1.099.000 shqiptarë vetëm për zonën e Schengenit. Kombi po boshatiset. Shkaku kryesor i këtij largimi masiv është varfëria, është papunësia. Ju lutem, i ndigjoni pak Edi Ramën dhe ministrat e tij, çfarë thonë? Dje sikur fliste për qartë. Punësimi, thoshte, arritur dhe papunësinë do ta zbresim në 6%. Ju garantoj. Po vetëm në 10 vite kanë ikur 600.000 të ri, 600.000 krah pune. Ky pa mshirë tallet me shqiptarët. Ja u them unë, merrni statistikat. Prodhimi ka 3 vite që bie në mënyrë dramatike nga viti në vit. Eksportet nga viti 2023 në vitin 2024, si pas statistikave të tij që ai nuk i lexon, ranë me 32%. A e dini ç'do thot kjo, mik? Do të thot që të paktën minimumi 50-60.000 shqiptar humben vendet e punës dhe i punësoj Edi Rama në Itali, Greqi, Gjermani dhe vendet tjera. Pra, vendet e punës shkatrohen. Ndërmarrjet falimentojnë nga rënja e euros, kurse ai i papërgjegjshëm vërtitet nga një shesh në një tjetër duke u thënë se është ulur papunësia në mënyrë të ndjeshme, se janë punësuar kaq dhe aq në një kohë kur që të gjithë punësohen në dhera të tjera, në vende të tjera. Miqtë e mi, programi ynë është programi i ndryshimit të Shqipërisë. Programi me të cilin ne do vendosim minimumin jetik 200 euro. Çdo pensionist me pension ndën 200 euro. Dhe sot janë mbi 560.000 pensionist me pension ndën 170 euro. Çdo qytetar në ndihmë ekonomike, çdo fëmijë me një prind, çdo student me bursë, 100 ditë të para të qeverisjes tonë do kenë minimumin jetik 200 euro. Rroga minimale.
Rroga minimale do t'jetë 500 euro. Rroga mesatare 1250 euro. Kjo është rruga jonë. Kjo është vrapi ynë. Gjersa të dalim në krye të gjitha vendeve të rajonit për rroga dhe pensione. Gjersa ne, për djersën tonë, të jemi njerëzit më mirë të shpërblyer. Shqipëria është e pasur. Shqiptarët kanë mundësi të jetojnë në mirëqenje dhe begati. Kanë mundësi të ndërtojnë të ardhmen e tyre në këtë vend të bekur, të realizojnë ëndrat e tyre në Shqipëri, por duhet të çlirohen, duhet të votojnë me datën 11 maj ndryshimin, rotacionin. Sot, tu them të vërtetën, u ktheva nga Valencia, por kur unë u tregoja kryeministrave të tjera, kolegëve, kryeministrave të vendeve tjera për djegësin e Tiranës, ju them me sinqeritet, shprehnin habi të papërmbajtur. Habi të papërmbajtur. Dhe më duhej t'ja u ktheja dhe riktheja bisedën se një ndodhi të tillë nuk ka të përshkruar. Kurse te ku tregoja për Mek Goligalin, mendimi tyre i përgjithshëm ishte se Rama do ta ndjekat e mrapa. Po, është i pashpres se ka kryer një akt armiqësor ndaj vendit mik dhe vetë ai tani i thot Rams, unë vërtet i mora, por parat mi dhe ti. Ndaj dhe kjo e bën të pashpres e di Ramën. E bën të pashpres mi. Bizneseve në zonën e Astirit dhe në mbarë Shqipëri ju premtoj vendosin e taksës shesht 10% nga 23% që është. Uljen e TVSH-s në 15%. Uljen e çmimit të energjisë elektrike në 6 lekë. Për gjysmimin e tarifës ujit. Ndalimin me ligj të bashkive të cilat nuk do mundet kur të vendosin më shumë se 1% të xhiros taksa lokale për bizneset. Garantoj biznes të vogla. Se përveç energjisë dhe ujit, hapësira publike që u shitet me 1500 lek do zbresi në 120 lek. Se tavanet për tatim fitimin dhe TVSH-n do rriten nga 100.000 dhe 140.000 që janë sot në 180.000 euro. Biznesi pra do ketë klimën më miqësore, do mund të shtoj investime dhe punësimin.
Astiri madhështor, Tirana madhështore, është Tirana dhe Astiri i qytetarëve që kanë besim të ka ardhmja e tyre, i qytetarëve që përballojnë me dinjitet jetën, i qytetarëve që u rritet çdo vit mirëqenia, i qytetarëve që u shkollohen dhe punësohen fëmijët e tyre në Shqipëri. U jap fjalën këtyre të rive se mesatarja për universitet do hiqet, që vitin që vjen shtator nuk do ketë mesatare. Se tarifat do t'jenë 4 herë më të ulta. Se bursa do t'jetë 200 euro. Se pas marimit të shkollës, çdo sipërmarrës që punëson të rit, do t'i paguar një vit sigurimet e tij shoqërore dhe gjitha shpenzimet për kualifikimin e tyre. Të rit që dëshojnë të hapin biznese, do përfitojnë grante, kredit buta, dhe për çdo çift të ri një çati. Qeveria do garantoj. Qeveria do garantoj grante 30.000 euro me të cilat çiftet e reja do paguajnë interesin e kredis. Çiftet që bëhen me 3 fëmijë nuk do paguajnë, asi që darë kredi, do ja paguaj shteti. Miq, 8 ditë na mbetën në këtë betejë epike, në këtë betejë historike. Edi Rama po bën çdo gjë për të mashtruar qytetarët. Ka bllokuar debatet. Prapi them, hajde na shtir, të dalim para këtyre burrave dhe grave. Hajde këtu. Po ti je lloj i shpifur i censurës, një lloj sytat që varin shtyll. Poetin e pavdekshëm Havzinelin për vargjet e tij kundër regjimit. Edhe ti ke ndaluar debatet, sepse janë të gjitha kundër teje. Sepse ti nuk dëldon debate, Edi Rama. Jo, se si mund të dalish ti në debat dhe të justifikosh sarajet e tua me gjatësi themelesh 57 metra gjatë, 2 herë më gjatë se sa sarajet e Enver Hoxhës, dhe me obor 4 herë më të madh, 8300 metra. Si mund dalish ti para qytetarëve kur je autori kryesor i zhdukjes 130 milion euro të djegësit të Tiranës? Si mund dalish ti para qytetarëve kur u bëre me vil, me saraje duke patur gjithsej 3.800 euro të deklaruara në shtet? Si mund dalish ti para qytetarëve kur blen instalacionin 5 milion euro? 5 milion euro. As pronori japonis nuk e blen. 5 milion euro. As presidenti amerikan nuk e blen. As kancelari Gjermanis nuk e blen.
kurse ti e blen Edi Rama me parat atyre që ilen pa ilaçe, me parat e këtyre fëmijëve që ilen pa shkolla, me parat atyre foshqeve që ilen pa çerdhe. Ndaj dhe s'del do ti këtu, rridh dhe bën polle shtërpolle. Prite pollin e datës 11, qytetarët do t'japin ty atë që meriton. 11-a është polli polleve, njishat e Astirit, njishat e Shqipërisë, do të çojnë ty atje ku e meriton. Firmosin fitoren, firmosin ndryshimin, është rradha jonë, Astiri madhështor, Shqipëria madhështore, rrëf Shiu, rrëf Tirana, rrëf Shqipëria, fitore, fitore, fitore.